në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Për herë të parë, dëshira jonë dhe ambicia shqiptare për të bërë pjesë me të drejtat plota e familjes europiane përputhet me dëshirën dhe me ambicien e Bashkimit Evropian për të përfshirë në familjen e vetë Shqipërinë si asnjëherë më parë. Për të thënë e kanë thënë gjithmonë, e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, perspektiva juaj është e qartë, por asnjëherë yjet nuk janë përputhur si sot dhe asnjëherë konteksti gjeopolitik nuk ka qenë i favorshëm si sot për ne. Mirë po, kjo nuk është një dritare e hapur për gjithmonë. Kjo është një dritare e hapur në këtë kontekst. Dhe ky kontekst nuk është një kontekst i pandryshueshëm, por është një kontekst që mund të ndryshojë më herët se sa vonë. Dhe mundësia që marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian ose më saktë marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me ne të kthehen përsëri në business as usual që i keni bërë përparimet mbreslënse, por duhet të bëni akoma, dhe që Komisioni Evropian t'i kërkojë Këshillit Evropian që të hapë dyert të tjera dhe ndërkohë aty të dalin një shtet e një shtet tjetër dhe të thonë prit njerë se kemi ne ca vrejtje dhe kjo punë nuk mund të bëhet, është një mundësi që nuk është përjashtuar. Përkundrazi, sot për sot është e lënë mënjanë sepse interesi i Bashkimit Evropian, interesi i Europës për të forcuar në të gjitha drejtimet dhe për të parë procesin e zgjerimit si një nga drejtimet e forcimit vetë, është më i madh se sa çdo gjë tjetër. Dhe këtu është dhe përputhja e rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dhe kjo është dritarja e hapur që Shqipëria nuk mund, nuk duhet dhe ne nuk do të lejojmë që ta humbë si mundësi. Keni parasysh që kemi dakordsuar me Bashkimin Evropian një kalendar të negociatave që është i paprecedent në historinë e integrimit dhe në proceset negociuese të BE-s me një vend kandidat. Dhe qysh nga viti i kaluar, kur filloi konkretisht të zbatohet procesi i negociatave pas procesit screening, dhe deri sot që flasim, shpejtësia me cilën ne kemi përparuar në hapjen e kapitujve është e paprecedent. Asnjë vend tjetër përpara nesh dhe asnjë vend i rajonit nuk ka ecur me këtë shpejtësi. Dhe kjo jo vetëm për meritën tonë, apo jo thjesht për meritën tonë, për të qenë më i saktë në terminologji, por rreth parë sepse vullneti i palës tjetër është i paprecedent. Ne, kur kemi ardhur në detyrë, kemi qenë brima e fundit e kavallit dhe prapambetja jonë në atë proces ishte e atill që na u desh kohë për të afirmuar statusin e kandidatit. As për kandidat nuk na
shikonin të gatshëm. Dhe në atë kohë na thuaj se në pararojt procesit ishin disa të tjerë. Tani të tjerët janë pas nesh. Dhe në ndërkohë, me malin e zi, që këtë proces që ne po e bëjmë në një kohë kaq shkurtër e ka bërë në shumë vite, jemi krah për krah. Dy vendet që mund të hynë në Bashkimin Evropian dhe kalendari që na kanë dhënë është të mbyllim negociatat në 2027. Tani pse është kjo kaq e rëndësishme për 11 majin dhe pse 11 maj është kaq e rëndësishëm për këtë? Për faktin se në ndërkohë që ne flasim sot, tani, në këtë orë, janë rreth 1000 persona të angazhuar në shtetin shqiptar që punojnë dhe si tani për ditë për negociatat. Janë afro 40 drejtues të grupeve negociatore dhe është një strukturë e cila është baza e suksesit të negociatave. Dhe qoftë edhe për të mos lëvizur me asnjë ditë procesin e planifikuar të punës së gjithë kësaj armate njerëzish, 11 maj duhet jetë vetëm vula